media, gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu. Në këtë ditë të Fitër Bajramit, urova Miftiun Tërnava, si dhe bashkëpunëtorët e tij, sikurse edhe qytetarët e Republikës së Kosovës të besimit islam, për festën që kurorëzon një muaj të sakrificës, një muaj të përkushtimit dhe po ashtu një muaj të durimit. Natyrisht që për qytetarët e Republikës së Kosovës, qytetarët e besimit islam, festa e Fitër Bajramit është një festë shumë e rëndësishme, shumë domethënëse. Muaji i shenjtë i Ramazanit na mëson durimin, na mëson mirësinë, ndërsa festa e Fitër Bajramit na mëson se si këto vlera mirësie t'i ndajmë me të tjerët. Vizita jonë sot këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës është edhe si shenjë respekti për punën, për kontributin që Bashkia Islame e Kosovës ka bërë për shoqërinë tonë, për shtetin tonë, e sidomos në kultivimin e paqes, në bashkëjetesën ndërfetare, në mirëkuptim, që janë vlera shumë të rëndësishme për shoqërinë, por edhe për Republikën e Kosovës. Le të na shërbej kjo festë e Fitër Bajramit si kujtesë se secili nga ne mund t'ju japim shumë çka nga vetja, pikërisht që t'i lartësojmë këto vlera të shoqërisë sonë dhe pikërisht në këtë mënyrë e forcojmë besimin, por po ashtu edhe ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë. Me fat Fitër Bajrami, paqe, shëndet dhe begati për secilën familje. Faleminderit, më lejoni që edhe juve mediave t'ja uroj Fitër Bajramin. Faleminderit shumë për pyetjen, ndëroni që të në motivin, por edhe në emër të delegacionit që uroj Fitër Bajramin. Pas një muaji të sakrificës dhe të përkushtimit nga qytetarët e besimit islam, ndëroni që edhe t'ju falenderoj për rolin, për kontributin që Bashkia Islame e Kosovës ka për shoqërinë tonë dhe që e ka dhënë për shoqërinë tonë, sidomos në paqe, në bashkëjetesën ndërfetare dhe në kuptim që janë vlera shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë. Faleminderit edhe një herë për pyetjen, unë e di që sot e keni një ditë me plot vizita, por pikërisht këto vizita janë shenjë respekti për rolin që Bashkia Islame e Kosovës ka në shefën e grupit parlamentar tek shqiptarët e mi. Faleminderit edhe një herë. Do të jemi në komunikim e në takime të vazhdueshme. Punë të mbarë, shëndet e begati për